parën e duhet të vlerësojmë. Apo pilotin 4. Peshën shumë të madhe që ka vendimi i GKK-s me kërkesë të SPAK-ut për të pezulluar zëvendës kryeministre. Ky është një vendim me peshë shumë të madhe. Sepse imagjinoni, në qoftë se legjitimohet kjo masë, pezullohet kryeministri. S'ka diferencë. Pezullohet presidenti, jo për se nuk dënohet ai për krime në detyrë, po për krime tjera. Presidenti nuk dënohet dot, jo, ai ka procedurë veçantë. Edhe një herë, nuk marr përgjegjësi për akte si president, po vrau njëri dënohet. Jo, pezullohet. Gjithmonë flagranca është. Zyrtarët të tjerë të lartë të shtetit bëhen të gjithë të pezullueshëm. Pra duhet të ndërgjegjësohemi që ky vendim është kaq i rëndësishëm sa po u mbështet nga gjykata kushtetuese, duhet jemi përgatitur që gjithë ta zyrtarët e lartë të shtetit janë të pezullueshëm me vendim gjykate. E kuptojmë rëndësinë e kësaj? Kjo një. E kuptojmë rëndësinë e kësaj tash. Në momentin që kuptojmë rëndësinë dhe dëgjova avokatin që tha gjykata, GKK-ja ka gabuar sepse masa zbatohet mbi personin, jo mbi funksionin. Tani nëse avokati ka drejt për këtë masë kaq të rëndësishme, gjykata jonë të gaboj, të ngataroj kekun me byrekun, është e tmerrshme. Sepse do thotë gjithë kjo masë dhe ky precedent krijohet nga idiotizmi. Unë uroj të mos jetë kështu dhe ta ketë gabim avokati. Po ta ketë të drejtë, do thotë që ne kemi një vendim idiot me pasoja katastrofike. Dhe duhet korrigjuar. Uroj dhe besoj që nuk është kështu. Sepse po t'ishte kështu avokat, do thoya pastaj, i kemi ministrat që nuk janë deputet, kryeministri që nuk është deputet, nuk ka të njëjtin mbrojtje si ministri vetë që është deputet. Dalim tash tek pretendimet që bëjnë një krah tjetër juristëve, që thonë çfarë është pezullimi s'është asgjë. Zëvendës kryeministri mund të zëvendësohet, masa e pezullimit gjithsesi e përkohshme është. Natyrisht si që e ka asgjë. Kur kushtetuta thotë që ministri ka mbrojtjen e barabartë me deputetin, pse për deputetin ne kemi dhënë në kodin e procedurës penale që nuk pezullohet, atëherë për të njëjtat garanci të zgjedhur. Po pavarësisht pra, edhe një herë kushtetuta thotë ministri gëzon imunitetet barabartë me deputetin. Tani ky barazim, pyetja janë të mira. Ky barazim është absolut apo në përshtatje me natyrën e detyrës? Se u ngre edhe pyetjen tjetër, deputeti s'mban përgjegjësi për votën, po t'ishte barazimi absolut, ministri s'do të mbante përgjegjësi për firmën, po ne e dimë që kjo s'ndodh, apo ja. Pra, këtu ka disa pyetje të cilët ka nevojë të sqarohen. Atëherë çështja duhet shkojnë gjykatë sipas saj. Tani, dalim ke gjykata kushtetuese se në këtë vend ne shpesh punët i ngatarrojmë vetë, dhe pastaj ngatarrohemi me këmbët tona. Gjykata kushtetuese, normalisht kryeministri është një organ i legjitimuar për të ngritur çështjen e gjykatës kushtetuese. Që ka një cënim të kompetencave qeveritare, a ka cënim të kompetencës apo ka pasojë mbi funksionimin e qeverisë, pasoja është e qartë. Pasojë ka, pa diskutim. Çështja është prekur kompetenca e kryeministrit apo jo, është një çështje që duhet trajtuar edhe nga gjykata kushtetuese. Por në qoftë se kjo gjykatë kushtetuese do të tregohet me kryeministrin ton nesër, ajo treshja, po aq cinike sa u tregua me 35 deputetët, që i tha, kompetenca është e kuvendit, ju s'keni punë. Pasoja ishte e tmerrshme e saj, sepse mandati i një opozitari nuk trajtohet barabartë me mandatin i një majoritari, sepse ato të majorancës kanë kuvendin në dorë për t'i bërë kërkesë gjykatës kushtetuese të bëjë ankim. Opozita, kurse kontrollon kuvendin, mbetet jetime. Ishte pasoja, por ata e morën këtë vendim. Tash ato mund t'i thënë fare mirë nesër kryeministrit, po qëse do jenë po aq cinik. Ku e ke kompetencën e pezullimit në kushtetutë, zot Rota? Nuk e lexojmë, nuk e ke. Gjesa se ke, nuk ta ka shkelur kush. Unë mendoj që ata nuk do t'jenë në këtë nivel, por me shumë gjasa ata do ta kalojnë në instancën tjetër, dhe ne do kemi në përfundim një vendim të gjykatës kushtetuese që do të trajtojë. Por kujdes, jemi në rrethanët
ku gjykata kushtetuese nuk gëzon besim për integritetin e saj dhe do e shohim që deri kur të vinë në seancën plenare do themi gjykata kushtetuese do haj presionin e kryeministrit apo do haj presionin e SPAK-ut. Nuk ka për thënë njëri që gjykata kushtetuese... Sa mund zjasi çështja në gjykimin themel? E shpejt mund shkoj, edhe brenda dhjetorit ndoshta maran. Por, çështja është, do merret një vendim, ndoshta dhe i drejtë. A do i besojmë në ati gjithësisht, apo do themi, ju nështrua presionit kryeministrit dhe i dha drejt kryeministrit, ose ju nështrua presionit të SPAK-ut dhe i dha drejt SPAK-ut. Po ka dy reagime të kryeministrit, fakt. Kjo është situata më nxirr pak Treshin. Shumë nder dhe kjo është sfida që kryeministri bën një lloj sfide. Treshi. Një rast vetëm, një të vetëm në Europë po dhe në botë po duan që u pezulloka antari i qeverisë me vendim gjykate nga një prokuror me një gjykatës. E vërteta është se nuk e gjejnë dot se nuk ka një rast tillë dhe nuk kanë se si dhe ku e nxjerrin, por edhe një të vetëm, sepse pezullimi i një ministri me iniciativën e një prokurori dhe vendim të një gjykatësi është një rrëmbim i kompetencës së kryeministrit. Ndërkohë që ai flet edhe për detyrën që zëvendës kryeministri nuk e kryen dot detyrën e ministrit. Kadra. Nëse ministri pezullohet, zëvendës ministri nuk e ushtron dot autoritetin ekskluziv që kushtetuta ja jep vetëm ministrit për të përfaqësuar sektorin edhe në Këshillin e Ministrave dhe për t'i propozuar qeverisë vendime thuajse të përjashme për ecurinë e sektorit apo sektorëve. As nuk duhet i hyj fare dokrave dhe teorive konspirative për psen e kësaj betejë ligjore.